Këtë ditë në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia është hapur një ekspozitë personale e piktorit Ilir Dosari, i cili ka paraqitur një trajtim të veçantë të artit në piroteknik. Në këtë ekspozitë ka sjellë piktura me motive të ndryshme, peizazhe, si dhe një sër figurash të njohura historike për vendin tonë, që nga Abdyr Frashëri, Ismail Qemali dhe Nën Tereza, po ashtu dhe një sër figurash të njohura të artit dhe të kulturës sonë kombëtare. Të gjitha veprat e ekspozuara në stendet e galerisë janë në teknikën e aplikimit të pikturave në dru me djegje, po në rastin e Dosarit, kjo teknikë ka të veçantën e vet, pasi është aplikuar një përzierje teknikash, nga ato me djegje deri në përdorimin e ndërthurur të pikturimit me bojra vaj dhe ato të ngjyrave me laps, duke na sjellë një risi plot fantazi dhe shije artistike që vihet realistisht nga çdo vizitor. Në rreth 41 piktura të ndërthurura në piroteknik, Dosari ka përcjell para Ardashve Dursak, një përvojë rreth 30 vjeçare. Ai e vlerëson shumë piroteknikën, pasi thosë se ajo është e veçantë sepse me të mund të krijosh efekte të ndryshme që nuk arrin të realizosh në vaj. Me këtë stil punime, thot ai, kanë ndikuar mësimet e piktorëve të mirënjohur Dursak, Skënder Kokoboba dhe Dashamir Kurabardhi, si dhe një përvojë pune me drurin mbi 15 vite si mobilier. Në mobilieri e thotë se ka marrë përvojën e njohjes së mirë të cilësive të drurit dhe më pas ka aplikuar dhe pikturimin e llojeve të ndryshme. Në këto punime ka përdorur kryesisht drurin e plepit, të cilin e vlerëson shumë për mundësitë artistike që të lejon të krijosh. Kjo është ekspozita e parë e Ilir Dosarit.